Emisioni në Shënjestër ka zbuluar në emisionin e mbrëmjes së dieshme identitetin e shqiptarit misterioz, i cili u kthye në një prej trafikantëve më të rëndësishëm të kokainës nga Amerika Latine drejt Evropës. Roli i Armando Pacanit shpjegohet në detaje, duke nisur nga jeta e tij e hershme e karakterizuar me prejardhjen nga një familje normale e zhvendosur në Tiranë nga përmeti, te emigrimi në Gjermani dhe te lashet me drejtësinë. Por për të kthyer tek personazhi ynë, shqiptari Armando Pacani është me interes të shikohet edhe rasti i dytë i përfshirjes së tij në këtë organizat, që më shumë ka mbetur një rast i dyshuar sesa një bindje e hetuesve brazilian mbi praninë e tij të plotë në këtë dërgesë me kokainë, e cila këtë herë delsë zhvendosur në një port tjetër në Holand vetëm 6 muaj, pasi u verifikua nëpërmjet komunikimeve në SKCC se ishte pritësi i drogës në portin e Hamburgut në Gjermani. Bëhet fjalë pikërisht për këtë ngarkesë që i takon muaj dhjetor të vitit 2020. Çështja i referohet dërgesës së kokainës në Holand e fshehur në një ngarkesë tanine në dhjetor të vitit 2020, edhe pse nuk ishte asnjë sekuestrim të drogës apo monitorim të kontrolluar të procesit. Sipërmarrja u identifikua nga analiza e dialogut të mbajtur duke përdorur software-in SKCC. Në bazë të aspekteve tashmë të provuara nga hetimi, rezulton se Alvarenga ka furnizuar me drogë Armando Pacanin, ku ai që organizoi logjistikën portuale ishte Cezar, i cili mori pagesa për llogarinë nga kompanitë e tij. Por këto nuk do të ishin rastet e vetme kur Armando Pacani del si blerës i drogës që vinte nga Brazili për llogari të organizatës kriminale Orkrim. Episodi i tretë, ku sërish në skendel emri i tij, është ai i datës 12 shkurt 2022, ku këtë herë droga nuk mund të dalë nga Brazili. Kjo pasi autoritetet në këtë vend u treguan më të shpejt në veprim dhe prej kohësh kishin vënë në targetin e tyre këtë organizat dhe fijet e saj, ku ashtu si në 2 rastet e para, edhe në këtë episod, tradhtia për personazhin ton erdhi nga vetë bisedat që ai kishte shkëmbyer në aplikacionin SKCC me drejtuesin e Orkrim në Brazil, nga ku del se Armando Pacani ishte në pritje të një dërgese me kokainë në Evropë. Por më herët, emri i tij del edhe në një dërgesë tjetër që ka përfunduar në Holand në dhjetor të vitit 2020. Policia Federale sekuestroi 2.5 ton kokainë në portin e Duque de Caxias në Rio de Janeiro, që ishin fshehur në një magazin të drejtuar nga Antonio Carlos Viana Gonzalez dhe Flavio Santos de Abreu, ku të përfshirë janë Rodrigo Parades Alvarenga dhe Armando Pacani. Duke analizuar mesazhet e shkëmbyera në aplikacionin SKCC, u konstatua se Rodrigo e furnizonte me drogë shqiptarin Armando Pacani dhe dërgesa me kokainë bahej në ruajtje në pritje të dërgimit jashtë vendit. Ky rast tregon se Orkrim ban një strukturë të përhershme furnizimi me kokainë, në cilën të hetuarit kanë lidhje me të gjitha fazat e zinxhirit të trafikut ndërkombëtar të drogës, duke përfshirë laboratorët në Ande, drejt tek blerësit e tyre në Evropë, duke korruptuar edhe punonjësit e portit që punonin në Skander. Edhe pse ishin në paraburgim, një nga personat e hetuar mori një dërgesë droge në mesin e vitit 2021, duke koordinuar operacionin e quajtur fjalimi i kryegjyshatës. Analiza e fakteve të mosipërme, nga ku del se Armando Pacani është përgjegjës në Evropë për blerjen e ngarkesave të mëdha të kokainës nga shpërndarësit e Amerikës së Jugut. Por problemi tashmë nuk ishte vetëm trafiku i drogës dhe pastrimi i parave që po kryente kjo organizat, por edhe dhuna nga ku del se antar të kësaj organizate flasin për kërcënime, rrëmbime, deri edhe vrasje, çka duket se ishte kthyer në një shqetësim serioz për vetë organet ligjzbatuese në Brazil, të cilët shikonin me shqetësim se si kjo organizat po rrite jo vetëm në aktivitetin kriminal, por edhe se si po përdorte mjete të ndryshme të dhunës për të arritur qëllimet e saj. Sikur të mos mjaftonin sasitë e konsiderueshme të lëndëve narkotike të transportuara nga grupi. Dëmi kryesor vjen nga problemi social i nxitjes aktiviteteve të tjera të paligjshme si grabitjet, rrëmbimet, vrasjet, pra përhapja e krimit në gjithë shoqërinë. Për të kuptuar se sa të rrezikshme ishin këta individ, mjafton të lexojmë një ndër komunikimet midis tyre që, siç shihet në këtë raport, nuk ishte ndërmend të kursente askënd, madje as qenin e familjes. Bisedat në SKCC, Mega. Pastaj ishte fundjavë dhe nuk thash më asgjë. Unë do të ndërmarr një metodë tjetër me të, Fantazma. Nëse pas kësaj bisede që do të kesh sot me të dhe mesazhin që do të marr gruaja e tij nuk e zgjidh, atëherë çdo gjë do të shpërthej. Ai, fëmijët, gruaja, madje edhe qeni të mos shpëtoj. Sot është dita e fundit që duhet vendos. Ky krimb nuk na bën dot për kloun, betohem në Zot. Por ndërsa Brazili kërkoi nga Emiratet e Bashkuara Arabe ekstradimin e Armando Pacanit për llogari të drejtësisë në vendin amerikano-jugor, një vendim i fundit kontroversi gjykatës në Dubai duket se ka shtyrë për një afat të pacaktuar deportimin e shqiptarit akuzuar për trafik ndërkombëtar të tonelatave me kokainë. Sipas vendimit të siguruar nga emisioni në Shënjestër, drejtësia në Dubai vendosi të lirojë Armando Pacanin derisa Brazili të plotësoj dokumentacionin e nevojshëm
duke përfshirë përkthimet në gjuhën arabe, si dhe vulat zyrtare. Kërkesa për ekstradim që ishte kthyer pas edhe në muajin gusht të vitit 2024, ku Autoriteti Qendror i Emiratëve të Bashkuara Arabe i la afat 30 ditore autoriteteve në Brazil që sillnin dokumentacionin të përkthyer dhe të nënshkruar siç duhet, nuk ndodhi. Ajo u dërgua përfundimisht më 3 dhjetor të vitit të kaluar. Pacani akuzohet se është marrë si 17 tonëve kokainë të dërguar në Evropë me një vlerë të përllogaritur prej 3.8 miliard dollar, ndërkohë që avokati i tij ka mbrojtur pafajësinë e klientit, duke deklaruar se provat janë të dyshimta dhe se liria e dhënë në Dubai është konform ligjit.